Në skenën e Sanremos, ku arti dhe kultura ndërthurin me tradita nga vende të ndryshme, u prezantua edhe një copës e identitetit shqiptar. Azkan Hakle së bashku me të bien Adelën interpretuan një valër tradicionale shqiptare, duke si në qendër të vëmendjes trashëgiminë kulturore të Tropojës dhe vlerat e folklorit kombëtar. Performanca u karakterizuan nga kostumet tradicionale kuqezi, ritmet autentike dhe elementet e pasur të vallëzimit popullor, duke përcjellë një mesazh të qartë për ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor shqiptar. Përmes interpretimit të tyre, Azkan Hakle dhe Adela sollën në skenën italiane jo vetëm artin e vallës shqiptare, por edhe historinë, traditën dhe krenarinë e trevës së Tropojës. Çdo lëvizje e vallës pasqyroi trashëgiminë e brezave dhe lidhjen e fortë me rrënjët kombëtare. Pjesëmarrja e tyre në Sanremo u vlerësua si një promovim i kulturës shqiptare në një skenë ndërkombëtare, duke dëshmuar se folklori mbetet një nga ambasadorët më të fuqishëm të identitetit dhe historisë së Shqipërisë.